është vonë dhe në këtë orë mund të flitet vetëm për mistere, apo jo? Dhe sot në darkë, me qenë se jemi në prag të një muaj tjetër, doja të diskutonim për diçka tepër të rëndësishme. Sa njeh njeriu? Njerëzimi, sa njeh? E keni pyetur ndonjëherë veten, sa njeh shkenca? Ne mendojmë sikur shkenca di çdo gjë, por do t'ju them disa sekrete që duhet të dini, që të kuptojmë njëherë për gjithmonë që ne nuk njohim asgjë. Dhe duket sikur gjendemi dhe vërtitemi në të njëjtin habitat, pa kuptuar asgjë, vim në këtë jetë dhe ikim nga ky jetë. Kush është rastësisht si gjithmonë le të bëj like faqes, shihemi sërish dhe ju faleminderit që jemi për bashkë. Misteri më i madh i njeriut, pra i njerëzimit, është si u shfaq njeriu në planet. Si nuk u shfaq dhe në hën, si nuk u shfaq edhe në diell, pse jo në diell? Pse jo dhe në Mars? Pra, si është e mundur që të jetë shfaqur njeriu në planetin Tokë dhe jo në vendet e tjera? Ky e di që dikush nga ju do thot tani, ma këto janë gjejeni. Pse ne nuk dim ende sot, sepse ne jemi të zhvilluar, apo kemi bërë një zhvillim kolosal, ne njohim çdo gjë. Si është e mundur që ne nuk e njohim sot përjardhjen tonë? Pra, kur lindi njeriu? Tjetra, që është një tjetër mister, si mbahet planeti në ajër, me qenë se na është thënë që mbahet në ajër planeti. Planeti mbahet në ajër, planetet mbahen në ajër dhe gjithë sistemi diellor dhe gjithë universi. Tregohet se mbahet në ajër me anë të fushës magnetike. Dakord. Pse nuk shpikim një gjë që t'i ngjasoj fushës magnetike? Të shpikim ndonjë gjë që mundet që për shembull të fluturojmë në ajër. Mos të kemi nevojë të ikim me makina, mos kemi nevojë për teknologji, por të fluturojmë ne në ajër, njeriu. Pra, ky është misteri 2. Por kemi misteri tjetër. Si është e mundur që në të gjitha planetet përreth bien asteroide dhe meteorite, pothuaj çdo ditë. Dhe në planetin Tokë nuk bie. Bile në qoftë se bie në planetin Tokë, ka një diçka. Është një sistem natyror, të paktën kështu na thuhet, sepse nuk e dim, por të paktën Vladimir Kordilevski thoshte që nuk ishte kështu. Megjithatë, janë dyre të çuditshme që tregohet ose e quajtur Lagrange, që krijon një trekëndsh perfekt me anë të hënës, pra hëna dhe dy këto rret, që çdo objekt kur vjen nga sipër për të rënë në tokë, thërmohet. Pra, si është e mundur që të jetë krijuar një sistem i tillë natyror, si sa thuhet, që thërmon çdo lloj objekti, meteoriti apo çdo lloj objekti që vjen nga jashtë, thërmohet duke ardhur brenda. Këto që po ju them unë, gjeni sa të doni edhe fakte, sa të doni. E kemi thënë disa herë, për shembull edhe para pak ditësh, disa copëza të një të një anije kozmike që i thithi sistemi gravitacional dhe u thërmuan pikërisht në këtë vakum ose në këtë rrjet, si mund të quhet, të Lagrange ose të rreve të Kordilevskit. Pra, edhe ky është një mister. Por ka dhe të tjera. Për shembull, ne kemi zbuluar para pak kohësh që çdo lloj gjëje që ndodhet në këtë botë, pra në këtë botë dhe në të gjithë universin, jo vetëm në botë, por edhe në sistemin diellor, në grimcën më të vogël, në hapësirën më të madhe, çdo gjë është e llogaritur në numra.
Bile Michio Kaku, një nga shkencëtarët më të mëdhenj aktual në botë që është ende gjallë, ai thot haptazi. Kush nga ju e ka parë, thot, shikoni, thot, universi flet me numra dhe atje jashtë gjendet një matematik dhe një shkencë të jetë shumë herë më e madhe se sa ajo matematik që njohim ne. Pra, ç'është atje jashtë? Mos kemi të bëjmë vërtet me një zot që është matematikan, pra matematikani më i mirë, sepse çdo gjë të çon në matematik. Çdo gjë, grimca me vogël, ujë, ka përbërje, grupi ADN-ja i njeriut, kodi gjenetik i njeriut, pra çdo gjë, edhe llogarit bankare, makinat që ecin me kilometra, kilometrat që ne numërojmë, numrat që numërojmë, pra çdo gjë varet nga numrat. Dhe ne nuk shpikëm asgjë. Nuk mundim të shpikim gjë, sepse numrat kishin ardhur, si thuhet, arabët, sepse Zoti ja fali arabëve dhe i hoqi nga fytyra e tij, i zhvati ose i shqyu nga fytyra e tij për t'ia dhënë njerëzve dhe ja fali njerëzve. Dhe disa nga këto gërma ran. Pra numrat, gërmat, çdo gjë na është falur. Atëre njeriu çfarë di? Më thoni. Duket tash është një argument, duket si një argument banal, por është te jetë i rëndësishëm, sepse nga këtu njeriu kupton se sa i brisht është. Bile, do t'ju them, para disa ditësh, flisja me një mikun tim, ishim për darkë dhe njëri nga këta, me që se është ajri freskë sot, është natë e bukur, ajri freskë duke si kur do bie shi, nuk duke nyjet, dhe kështu që mund të tregojmë ndonjë gjë. Dhe më thoshja, para disa ditësh ishim për darkë me disa shok, dhe kemi një shokun tonë që është marshall i karabinierëve. Tha një diçka, ne dim, çdo gjë, ne kemi bërë zhvillim të madh, ne teknologjia jona, nejse, e lash që të mbaronte dhe në fund i thash një diçka fare. Kur i thash një sëri gjërash, duke filluar nga njeriu që nuk njeh asgjë, se ndaj merr edhe mendimi, që ne çdo gjë që na është që përdorim na është dhënë, na është dhuruar nga diçka ose nga dikush. Pra nga një ndoshta një zot ose një perëndi ose nga perëndi të ndryshme, ne nuk e dim këtë sepse kështu thuhet që në kohët e lashta, sepse ne përdorim ende matematikën, fizikën, gjeometrin dhe mjekësin e 3100 viteve të para. Me fjalë, para 3100-3200 vite më parë, u shpikën këto gjëra nga njeriu sepse ja u fali Zoti, dhe këto i gjenden në tekstet antike. Pra ne sot përdorim atë teknologji, përdorim atë dituri, përdorim atë mjekësi dhe përdorim atë matematik. Pse nuk shpikëm një matematik tjetër? Me që se jemi të zgjuar, pse nuk shpikëm një, çfarë të them unë, një bot tjetër, të shpikim një bot tjetër. Për shembull, ne nuk mundemi. Edhe kur i thash të gjitha këto, beti pa fjalë se ai nuk e dinte që njeriu ende sot përdor matematikën e 3100 vite më parë, përdor fizikën e atërshme, mjekësinë e atërshme, edhe pse ndonse shumë gjëra ne i kemi përvetësuar dhe përmirësuar. Bile do t'i them, unë e kam thënë disa herë këtë, në disa intervista, ku gjyshi ishte mjek popullor, dhe ai bënde disa lloj kombinime barënash që ishte vërtet e çuditshme. Bile një shoku i mjek, kur pa një përbërës që ishte i krijuar me 13 gjëra të ndryshme, me 13 barna dhe gjëra që nevojiteshin për të shëruar këtë sëmundje, ai mbeti pa fjalë, sepse tha që të bësh një kombinim të tillë duhet me se s'bën që të kesh një njohuri në matematik, në kimi, në fizik, në çdo gjë. Dhe
si mund ta dinte gjyshi yt, thoshte ai. Tani të kthehemi te gjyshim. Gjyshim thoshte që mua ma ka dhënë gjyshi stërgjyshi i stërgjyshit, që kur u përmbys bota. Tja u them edhe një, ma ka dhënë gjyshi i stërgjyshit që kur u përmbys bota. Me një fjalë, ai thoshte që atëre kur është përmbysur bota, lanë këta disa dituri. Do të thotë që bota atëre ishte e zhvilluar njësoj si sot. Dhe ne nuk bëjmë gjë tjetër veç se përcjellim të njëjtat gjëra, në pafundësi. Pra, sepse mbillen ato. Edhe pse janë pak, nëse prishet bota, fillon nga e para, mbillen dhe fillojnë prapë nga e para. Dhe shtohen. Pra, njeriu jeton në një botë që nuk e njeh. Dhe jeton në një botë që nuk i ka ai në dorë të gjitha ato gjërat që përdor. Por ja ka falur dikush. Dhe kur i thash këto gjëra këtij marshallit, më tha, ore, tha, mos jemi, tha, në ndonjë burg, tha, ne këtu, tha, se ne tokat të tjera nuk njohim vetëm planetin Tokë. Mos jemi në një burg që na mbajnë kështu nën kontroll, në një specie e zhvilluar. I tha, shiko, kjo që thua ti tash, ti do të thua me shaka, po kjo është një nga teoritë tash më të besuara nga njerëzit influent që janë sot dhe mbahen si dietarët më të mëdhenj. Sepse ne nuk mundemi që të shkojmë tej orbitës, nuk mund të bëjmë dot asgjë. Shikojmë me dylbi ndonjëherë këtej dhe andej dhe na duket sikur çfarë gjejmë ose se çfarë gjetëm. Por në të vërtetë njeriu mbetet ai që është. Pra, pse po marrim në telefon, unë thash, po iki, ndoshta sepse është vonë, një sekond. Më falni. Vajza ime. Dhe po thoshja, ja një sekond ta mbaroj këtë, dhe pastaj. Dhe po thoshja që është absurde që njeriu të mendojë që njeh gjithçka, kur ai nuk njeh asgjë, veç se përdor atë dituri që ja ka falur dikush. Po kush? Pra, kaq njeh njeriu. Megjithatë, unë pres komentet tuaja, çfarë mendimi keni? Kalofshi një mbrëmje të këndshme dhe pushime të këndshme kush i ka filluar. Ju përqafoj.